Në rrugët e kryeqytetit, policia e Kosovës ka shtuar kontrollet ndaj drejtuesve të motocikletave që qarkullojnë pa dokumentacion të rregullt. Njësiti rajonal i trafikut në Prishtinë ka vendosur pika të shumta kontrolli në rrugë të ndryshme me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe parandalimin e shkeljeve. Patent shoferi, libreza e motocikletës. Gjatë ndalimit të një drejtuesi motociklete, policia ka konstatuar se ai nuk posedon leje për ngasjen e këtij mjeti. Trafik boza për trafik 102. Po, shpeshit motoristi kishte disa kundërvojtje, në një është të lëviz nëpër trotuar, automjeti nuk është për me lëviz në trotuar. Në dy i njëjti nuk ka patent shofer kategorisë përkatëse për vozitjet të motocikletës, sepse motocikleta është 125 kubik dhe ky ka vetëm kategorinë B për vozitjet të automjetit, po ashtu i njëjti nuk ka as regjistrim në motocikletë. Sipas Policisë së Kosovës, vetëm gjatë 3 muajve të fundit janë konfiskuar rreth 50 motocikleta për shkak të mungesës së dokumentacionit dhe shkeljeve të tjera ligjore.